Histori shokuese. Nipi shkon të shohë xhaxhain e vdekur. Në arkivol gjen një nga agjensitë e funeralit u ka prishur gjakun të afërmëve të një personi që kishte ndërruar jetë dhe është detyruar të kërkojë ndjesë për gabimin. Familja u trondit kur gjeti trupin e një të panjohurit të veshur me kostumin e xhaxhait të tyre në arkivolin e këtij të fundit. Ngjarja ka ndodhur në Katanoga, Tennessee, dhe familja ishte mbledhur për të bërë nderimet e fundit për të dashurin e tyre, Benjamin Brown. Por kur nipi i tij, Willie Brown, ju afrua arkivolit, ai shtangu, pasi brenda tij gjeti një të panjohur në vend të xhaxhait. U thash, ky nuk është xhaxhai im, tregoi Willie për mediat lokale. Ata që ishin rreth tij e kundërshtuan, duke i thënë se ishte xhaxhai, por shërbimi i funeralit kishte vënë make-up ndaj dhe dukej ndryshe. Por Willie vijoi të insistonte dhe i tha stafit se xhaxhai i tij nuk i kishte të dyja këmbët. Kështu stafi i vendosi të hapte të gjithë arkivolin, nga ku rezultoi se në fakt burri që ndodhej në të i kishte këmbët e përpasoj nuk mund të ishte Benjamin Brown. Ky i fundit rezultoi se ndodhej ende në morg dhe u soll në shtëpinë e funeralit 30 minuta më vonë.